Jam në Ailula, në Arabinë Saudite. Tani do t'ju çoj për t'ju treguar kafen më të çuditshme. Këtu është nisja. Do ta bëjmë ndërprerje sepse duhet ecësh rreth 10 minuta në një kanion shumë të vështirë për të mbritur atje. Shihni kanionin si është. Vjoj të eci për të shkuar në pjesën e kafes më të famshme të rajonit të Hijazit. Këtu është pjesa qendrore ku mund të shohësh gjithë ky shkëmb që është shkëputur nga shkëmbi në sipër, shihni. Shive se si është shkëmbi. Tani më duhet të kaloj në këtë shkëmb këtu. Nuk e di se si do hy. Do ty në këtë pjesë. Dhe arrita, shife, dhe kjo pjesa këtu. Shihni si është. Dhe shkëmbin sipër. Pjesë. Nuk e di a hyn dot këtu, ta provoj një herë. Shihni. Është më pak se sa shpatullat e mia pjesa ku mbrin. Ni po hyn pjesën më të ngushtë, që supozohet që në fund të saj të jetë kafeja, e ndërpreva herët regjistrimin, kafeja më interesante e Hijazit. Shifeni lartësinë, çfarë lartësie është, dhe nga këtu del tek kafeja, e cila është e pabesueshme. Shihë çfarë pamje ka. Dhe hapet në gjithë zonën këtej. Shifeni se çfarë kafeneje është. Pra në mes të shkëmbive, shifeni. Në mes të shkëmbive, vështirë djesh një vend kaq bukur. Mahnitës. Shifeni. Mahnitës i gjithi. Në zemër shkretirës, në mes një kanioni gati 1 kilometër, dhe e gjitha kafja e Xhelal Cafe.